Përshëndetje, sot do të flas për ndryshimet imazherike të muskujve paraspinal dhe rotacionin lumbo-pelvik si faktor biomekanik kontribues në dhimbje lumbare kronike dhe implikimet klinike për infiltrimin epidural. Dihet që dhimbja lumbare kronike është një fenomen multifaktorial dhe infiltrimet epidurale janë në algoritmin terapeutik si një procedurë shumë e shpeshtë për trajtimin e tyre në menaxhimin intervencionues të dhimbjes. Ajo që infiltrimet epidurale tentojnë është reduktimi i inflamacionit perineural për të përmirësuar simptomat radikulare, por ka një variabilitet në përgjigjen që kanë pacientët ndaj infiltrimit epidural, dhe kjo sugjeron se mekanizmi i dhimbjes nuk është vetëm inflamator. Skanera dhe rezonancat kryen rutinë për planifikuar infiltrimin epidural dhe interpretimi klasik i radiologëve fokusohet kryesisht në diskun intervertebral, stenozën foraminale dhe facetat artikulare. Por megjithatë ka shumë parametra që nuk raportohen në mënyrë sistematike në praktikën klinike, duke përfshirë infiltrimin adipoz të muskujve paraspinal, sipërfaqen funksionale të muskujve, asimetrin bilaterale muskulare, rotacionin vertebral, obliguitetin pelvik dhe konfigurimin foraminal. Ky është një rishkim narrativ i strukturuar me qëllim për të integruar integrimin e literaturës që lidh parametrat imazherik, muskulo-biomekanik me dhimbje lumbare kronike dhe përgjigjen ndaj infiltrimit epidural. Qëllimi nuk është të përshkruajmë literaturën, por të krijojmë të strukturojmë një model që lidh komponentin muskular, komponentin biomekanik dhe komponentin terapeutik. Muskuli multifidus është vënë re që është biomarkeri më konsistent në dhimbjet lumbare kronike. Në pacient që kanë dhimbje lumbare kronike, vjet re atrofia e muskulit multifidus në anën e dhimbjes dhe në segmentin e dhimbjes. Ai kontrollon mikrolëvizjet segmentare dhe ruan integritetin e kolonës segmentare dhe humbja e stabilitetit segmentar ndikon në irritimin kronik dhe një cikël të vetëpërforcuar patologjik. Imazheria ndihmon që të masim funksionalitetin dhe morfologjinë e multifidusit në mënyrë objektive nëpërmjet disa parametrave. Një ndër to është sipërfaqja e prerjes transversale të muskulit në nivel të caktuar vertebral dhe zakonisht bëhet në planin aksial. Ky zvoglim i sipërfaqes cross-seksionale tregon që kemi ulje të masës muskulore, humbje të kapacitetit kontraktil. Në literaturë synohet që të standardizohet protokolli, dhe më thënë që të matet kryesisht në nivel L4, L5, në mënyrë manuale apo gjysmë automatike sipërfaqja e muskulit multifidus. Dhe është vënë re që reduktimi më shumë se 15 apo 20% i sipërfaqes funksionale të multifidusit ka rëndësi biomekanike. Dhe kemi një reduktim më shumë se 10-15% të multifidusit të njërën san, krahasuar me anën tjetër, është sugjeron për atrofi unilaterale, ndërsa shmangja nga deviacioni standard më shumë se 2 herë tregon për një atrofi të konsiderueshme. Të gjitha atrofia multifidusit lidhet me përgjigjen terapeutike me përgjigjen klinike ndaj infiltrimit epidural. Ka rëndësi matja e sipërfaqes cross-seksionale të multifidusit sepse monitoron funksionin dhe rekuperimin. Rritja e sipërfaqes cross-seksionale pas trajtimit tregon rikuperim të masës dhe forcës muskulore dhe jo vetëm lehtësim simptomatik. Vlerëson rrezikun dhe progresin klinik dhe gjithashtu mbështetet në vendimarrje terapeutike. Është e rëndësishme që sipërfaqja cross-seksionale e multifidusit të korrelohet edhe me të dhënat e infiltrimit adipoz dhe kontekstin klinik. Infiltrimi adipoz i multifidusit zëvendëson muskulaturën kontraktile, redukton kapacitetin stabilizues, rrit sensibilizimin nociceptiv për shkak të ngarkesës së shtuar në inde pasive. Infiltrimi adipoz i multifidusit matet në rezonancë dhe në skaner, në 3 sekuenca të 1, të 2 dhe Dixon, si dhe në skaner nëpërmjet densitetit të matur në Hounsfield. Infiltrimi adipoz i multifidusit mund të vlerësohet dhe të shtresëzohet nëpërmjet klasifikimit Gutalier, i cili ka 5 klasë dhe në gradën e parë nuk kemi ind adipoz, në gradën e parë kemi linja të indit adipoz në muskulin multifidus,
Në gradën e dytë kemi më shumë muskull se sa indi diamor dhe në gradën e tretë muskulli dhe indi diamor janë në të njëjtën përqindje dhe në gradën e katërt kemi më shumë indi diamor se sa muskull. Kjo për infiltrimi i indit adipoz të muskulit multifidus, sidomos grada e 3 dhe grada e 4, tregon që pacienti ka tendencë të kronicizohet. Pra, pavarësisht infiltrimit epidural, mund të ndodhë që dhimbja të ripërsëritet dhe të ketë përmirësim minimal apo përmirësim afaqshkurtër. Është e rëndësishme që këto parametra të kombinohen të dyja bashkë, sipërfaqja cross-seksionale e muskulit dhe infiltrimi adipoz. Në momentin që kemi një sipërfaqe të reduktuar të cross-seksionale të multifidusit, por infiltrim të lehtë tregon që pacienti mund të rekuperohet me trajtim multimodal, mund të marrë përmirësim klinik, ndërsa në momentin që kemi një infiltrim të rënd adipoz dhe një sipërfaqe cross-seksionale të reduktuar, pacienti ka tendencë për kronicizim dhe ripërsëritje të dhimbjes. Është e rëndësishme të theksohet që matja e infiltrimit adipoz të multifidusit është një biomarker mbështetës dhe nuk është një test diagnostik i pavarur për dhimbjen lumbare kronike. Pra, nëse në rezonancë apo në skaner mund shihet një infiltrim adipoz apo një reduktim i sipërfaqes cross-seksionale të multifidusit, kjo nuk do thotë që pacienti ka dhimbje lumbare kronike dhe gjithçka duhet të bërë interpretim së bashku me klinikën. Niveli më i rekomanduar për matjen e infiltrimit adipoz dhe të sipërfaqes cross-seksionale të multifidusit është në R4 në 5, sepse ky segment ka ngarkesë biomekanike më të lartë edhe është një zonë ku shfaqen shpesh ndryshimet degenerative, ndërsa në L5 dhe 1 ndryshimet janë të shpeshta dhe në persona pa simptoma. Megjithatë, është ajo që thash, asimetria multifidusit do një interpretim klinik, sepse në radikulopati mund kemi ndryshime ipsilaterale, por jo gjithmonë dhimbja unilaterale tregon për degenerim unilateral dhe asimetria duhet interpretuar në kontekst biomekanik dhe jo vetëm simptomatik. Për sa i përket muskulit psoas, a është ai njësoj biomarker si multifidusi, në studime kanë treguar që psoasi tregon ndryshime pozicionale ose asimetri, por shpesh to janë adaptime biomekanike. Domethënë në skanera në pacient që kanë dhimbje lumbare kronike vihet re një asimetri e psoasit, një largesë nga trupi vertebral. Por evidenca të qoftë për asimetri, qoftë për matjet cross-seksionale që mund t'i bëhet muskulit psoas apo për infiltrimin adipoz, janë të paqëndrueshme sepse ndikohen nga BMI-ja, nga mosha e pacientit, nga aktiviteti fizik që bën pacienti si dhe nga patologjitë diskale dhe multifidusi mbetet biomarkeri imazherik më i rëndësishëm për të vlerësuar. Për sa i përket konceptit biomekanik të rotacionit lumbal, ai pasqyron një disbalancë biomekanike në segmentin lumbal, por edhe në mungesë të deformimeve të mëdha strukturore mund të vërejnë shkallë të vogla të rotacionit vertebral në pacientët që kanë dhimbje lumbare kronike. Janë matet me 2 metoda të standardizuara, që është Aro-Dalborn dhe O et al, të cilat kanë korrelacion të mirë interobservues, kanë një gabim mati rreth 1-2 gradë dhe identifikojnë asimetrinë rotacionale segmentare. Rotacioni segmentar modifikon orientimin e foraminës intervertebrale dhe konfigurimin hapësinor të safe triangle, por nuk ndikon, domethënë mund të ndikon në planifikimin e procedurës së ES-it, por që nuk ka studime që tregojnë që ka implikim klinik. Domethënë fakti, por janë të studimet ishin nuk ka shumë studime dhe domethënë kishte nevojë për më shumë qasje dhe më shumë studime për të vlerësuar rotacionin vertebral dhe implikimin e tij në ESI. Rotacioni segmentar ishte i rëndësishëm për planifikimin e ESI dhe quhej i konsiderueshëm kur ishte më shumë se 6 gradë. Dhe ajo çka vije i re është që e njëjta gradë duhet edhe për procedurën për të korrigjuar këndin e agës, këndin e hyrjes së agës gjatë ESI-t. E njëjta gjë vije i re edhe për infiltrimet epidurale interlaminare dhe për infiltrimet epidurale transforaminale, pra nuk kemi një
efektivitet rotacioni vertebral nuk ndikon në efektivitetin klinik. Për sa i përket obliguitetit pelvik, ai kishte pasoja biomekanike që përfshinin devijimin e boshtit lumbosakral, rotacionin segmentar të vertebrave, ngarkesa asimetrike në facetat artikulare dhe ndryshimet e orientimit të foraminave intervertebrale. Metoda më e matjes ishte Ilja Kresslein, ku më shumë se 5 gradë konsideroi obliguitet biomekanikisht i rëndësishëm. Por, megjithatë, evidenca aktuale sugjeronte se ndikimi i obliguitetit pelvik është kryesisht anatomik dhe procedural, ndërsa rezultati klinik lidhet kryesisht me kompresionin radikular dhe patologjinë diskale. Duke marrë parasysh kompleksitetin biomekanik dhe klinik të dhimbjes lumbare kronike, lind nevoja për një qasje terapeutike të integruar që mund të jetë më efektive se sa trajtimet e izoluara. Dhe në këtë kuadër, ESI mund konsiderohet si pjesë e një strategjie multimodale, e cila gjithashtu duhet përfshijë dhe programe të fizioterapisë për stabilizimin lumbar dhe modifikime të stilit të jetesës. Ajo që rekomandohet është një standardizim i vlerësimit imazherik, do të thënë të shmanget qasja imazherike klasike ku interpretohen vetëm disqet intervertebrale, stenozat neuroforaminale, dhe kur është e mundur të raportohet matjet e CSA-s të multifidusit në nivelet L4, L5, vlerësimin e infiltrimit yndyror të muskujve paraspinal dhe analiza asimetrisë segmentare. Integrimi i këtyre elementëve në interpretimin imazherik ndihmon në identifikimin e burimeve të mundshme të dhimbjes, kontribon në planifikimin e saktë të procedurave intervencionuese dhe ka mbështet një qasje terapeutike të personalizuar për pacientin. Kjo ishte për imazherisët, ndërsa për klinicistët, implikimet praktike përfshin një planifikim më të saktë anatomik të procedurave intervente dhe identifikim të pacientëve që mund të përfitojnë nga trajtimet të kombinuara dhe integrim të fizioterapisë specifike për stabilizimin lumbar. Doktor Apostoli Basso përdor një qasje multimodale që synon të trajtojë disa burime të mundshme dhimbje në të njëjtën seancë dhe konceptualisht është në linjë me atë modelin që dhimbja kronike ka gjendje multifaktoriale. Ai kombinon përveç infiltrimit epidural, kombinon edhe injeksione me anestetik lokal në muskujt psoas, multifidus apo artikulacionin sakroiliak. Kjo qasje reflekton një model të personalizuar të trajtimit në të cilin strategjia terapeutike përshtatet me karakteristikat anatomike, biomekanike dhe klinike të secilit pacient. Dhe duke qenë kjo qasje e kombinuar e injeksioneve, synon të trajtojë gjenerator të shumë të dhimbjes dhe të reflekton konceptin modern që dhimbja lumbare kronike shpesh kërkon strategji terapeutike multimodale. Literatura aktuale mbështet disa nga elementet e kësaj qasje në mënyrë individuale, megjithatë evidenca shkencore aktuale për protokolle të standardizuara të injeksioneve të kombinuara është e kufizuar dhe nevojiten studime të mëtejshme për të përcaktuar efektivitetin e kësaj qasje të kombinuar me qasjet e izoluara. Dhe siç thot Aristoteli, e tëra është më e madhe se shuma e pjesëve të saj. Faleminderit.